Çka po ndodh me koalicionet për ballotazh? Zyrtarisht ka nisë sezoni i koalicioneve, urime dhe paraj gjithëve. Vetëvendosja LDK-ja bashkë në vushtri, tashmë zyrtarisht, me 6 vetëvendosja me PDK-n do të lidhin koalicion në fushë Kosovë, ndërsa PDK-LDK në Saharik duket se ka nisë me flirtimin e tyre. Fotoja më emblematike deri tash është ajo padyshim e Xhafer Tahirit me vetëvendosin. Kumbara e koalicionit duke Albin Kurti, të cilët i shihen në fytyrë një farë mburrjeje krenarie për këtë koalicion. U debatoi shumë ky koalicion, ngjalli reagimin edhe të LDK-s në qendër. Mendoj që Xhaferi ka vepruar mëshëm edhe për arsye personale, donte nuk më pëlqen mënyra se si e kanë shkaluar konsultimin me LDK në qendër. Brëm doli edhe një foto e Samil Ushtakut me Blerim Kuçin, të dy ish komandantë të UÇK-s, dhe u spekulua që po lidhin një marrëveshje për Suharikën. Ushtaku e ka mohu këtë kategorikisht, ama nuk e shoh problematike takimin, edhe nëse është fol për koalicion, edhe pse Ushtaku tha që nuk është fol për koalicion, sepse partitë shfrytëzojnë të gjitha kapacitetet, të gjitha mundësitë për me arrit një bashkëpunim mes partive të tyre në nivel lokal. Në fund të ditës, në këto koalicione për balotazh nuk duhet me lyp fort parime. Nuk janë koalicione mbi bazën e politikave publike, mendësisë së qeverisjes, është çështje e pushtetit, e ndarjes së tortës. Mendoj që krejt çka duhet me bë është me pa kush me kë po bën koalicion. Nëse dy parti opozitare në një qytet bëhen bashkë kundër pushtetit lokal, mendoj që koalicioni deri diku është i pranueshëm. Për shembull, bashkëpunimi mes vetëvendosjes e PDK-s në fushë Kosovë duket më i natyrshëm, pasi LDK-ja ka udhëheqë 20 vite këtë komunë. Ose për shembull i PDK-s e LDK-s në Suharik e Gjilan, ose i vetëvendosjes me LDK në Prizren. Jam i thashë me pas marrëveshje mes opozitorëve nëpër komuna. Kjo duhet me kon piknisja, pra bashkimi i opozitës kundër pushtetit komunal. Normalisht duhet me pas një lloj decentralizimi në vendimmarrje, megjithatë duhet së paku një njoftim dhe aprovim zyrtar nga kryesia qendrore e partive. Pra duhet të respektohet statuti i partisë, sepse demokracia është edhe procedurë. Ditët në vazhdim munden me kriju shumë debat, shumë spektakull, e mbi të gjitha shumë çuditëra. Dikush ka më hangër fjalët gjatë këtyre ditëve, dikush ka më turpru publikisht, dikush ka më djeg e dikush në fund të ditës ka më fitu. Një gjë është e sigurt, si gjithmonë ballotazhi premton shumë zhvillime.